goqa trafik, do të thënë. Po vjen në unazën që ka kushtuar 400 milion euro, 430 milion euro, për 1 orë 40 minuta 3 kilometra rrugë. Dhe ne jemi borë në palës për të rindërtuar gazën. Një unazë në Gaza... 13 vjetë, po nuk rindërtojmë do të unazën 3 kilometra me 430 milion euro. Në orë 7:30, 8:40, sa i bje? 1 orë 10 minuta. Po mi, modeste. Megjithatë, para se Gaza të bëhet me unaza, arsyeja pse të ftova ditën e sot me Peka është një thjesht. Mashtrimi doli, blofi u kap, le të themi nga i gjithë publiku, mjaftoi, nuk është se ishte një blof i komplikuar, mjaftuan deklaratat dhe qëndrimet publike të gjithë botës, e megjithatë në mediat shqiptare vazhdon flitet për këtë letër personale ndaj zotit Rama nga ana e presidentit të Shtetit Bashkuara Donald Trump. Pse këtë dëshpërim për ta mbajtur këtë propagandë kaq jo efektive? Ky ndoshta është rasti kur Rama po gënjen më pak në jetën e tij. Se ndej para një jave flistim kur do thlitet në SPAK. Po. Gjë që nuk e përjashton mundsi. Një njeri që brenda Partisë Socialiste nuk po i përligjej më askush. Edhe analistët që kanë 13 vjet që paguhen për këtë, 13 këtu, po edhe 11 në Bashkinë e Tiranës, që i ka absolutisht në bordoro, kishin filluar dhe po e shistin. Janë 2 që marr këtu, të cilët e kishin lëshuar. Më dolën mbrëm diku në rrjet, që Rama tashmë pas ka lidhje familjare me Donald Trump, kishte ndryshuar 100%. Pra, duke parë shokun ku ishte ai edhe e gjithë enturazhi i tij, fakti që çëndsi ka se kush e ka shkruar letrën, por se figuron dhe emri Ramës për të është shumë. A ja zgjidh kjo problemin? Sigurisht që jo. Sepse këto janë dosje që tashmë janë bërë publike, kanë marrë erë dhe nuk ka kapak edhe ftesë që i mbulon. Para se të vim tek dosjet dhe situata personale e kryeministrit Rama, qëndrojmë edhe pak sekonda tek... Por doja të thoya që kështë, nëse herë tjerë Rama i ka pas të sistemuara se çfarë duhet luajë me opinionin, kësaj radhe ai thellë e ka besuar, e ka pas shpirtërore, sepse ishte në shok. Dhe mendoj që por një ftesë... Kolonelit i shkruajti dikush, në fund. Një ftesë të sforcuar për një dasëm që s'do bëhet ka marrë. Çfarë do thotë kjo? Cila dasëm nuk do të bëhet? Takimi i Davosit, rindërtimi i Gazës apo takimi me Trumpin? Stafi më i ngushtë i Trumpit nuk e di se çfarë do ndodhet nesër në Davos.